Ndjenje ndoket që kësi moment s'kena përjetu halo kurrë si kombëtare, edhe është një sen që duhet me shiju si popull, na si lojtar, si kombëtare, si federat, edhe me marrë energji pozitive për finale, me ditë që duhet me pos humilitet, se me humilitet arrit senet më dhaja, edhe shpresojmë se e fundit inshallah loja në Prishtinë do të na qenë në botëror. Tanë lojën këmë posë besim. Nuk e dhja është më nashta eksperiencia që kena përjetu në Maqedoni edhe që kena paslu pak jo 100%, edhe për menimin tem këto u kanë shumë ndryshe. Po flas për vetë-vetën ama dhe për do lojtar që kanë përjetu atë moment, edhe kena pas shumë dëshirë me lu me plot me jep maksimumin. Mos me pas masane regrete me thonë jo, kishë mujt me bon si që kena pas atëherë kohë në atë kohë me Maqedoninë. Kështu që e kum di që nëse çdo kush e jep maksimumin e vet, edhe kena mujt me kthy rezultatin e me fitu. Edhe u kanë e sigurt që sot kena mujt me fitu edhe kena treguar në fushë. Mujmë ju thonë veç ata mujnë me kanë një lejtar më shumë fushë. Edhe kena shumë nevojë për ta. Edhe shpresojmë se krejt bashk, jo me munim me ato t'juven, na në fushë, këna me bon, me kreu diçka që ka më na quhe në Amerikë.